Vargjet në C++. Nga Ismail Dashi. Përshëndetje të gjithëve. Video do të përmbajë vargjet në C++ me përmbajtje deklarimi, inicializimi gjatë procesit të ekzekutimit të programit, si dhe manipulimi me vargje. Vargjet. Në programe ndonjëherë duhet të manipulohet me shumë të dhëna që përbëjnë një tërësie të njëjtit lloji. Vargjet përdoren për të ruajtur vlera të shumta në një variable të vetme, në vend që të deklarohen variabla të veçanta për secilën vlerë. Një bashkësi e variablave me një emër të përbashkët që u shoqërohet një indeks përmes të cilit variablat ndryshojnë nga njëra tjetra. Kjo është e mundeshme përmes strukturës së të dhënave e cila quhet varg ose fush, anglisht array. Varg është një bashkësi e fundme e të dhënave të njëjtit lloj që përbëjnë një tërësi. Përbëhet nga antarët e vargut, variablat. Pozicioni i një antari brenda një vargu tregohet me indeks numëri plot, një ose më shumë, në varësi të llojit të vargut. Vargjet mund të jenë një apo shumë dimensionale. Më të thjeshta janë vargjet një dimensionale tek të cilët antarët, variablat, janë të renditur në varg njëra pas tjetrës. Vargjet një dimensionale. Secili antar i vargut paraqitet me një indeks numër të plot i cili i korespondon distancës prej antarit të parë dhe antari i parë ka indeks 0. Antari i fundit ka indeks një më pak se gjatësia e vargut. Deklarimi i vargut. Për të deklaruar një varg, definoni tipin e variablës, specifikoni emrin e vargut të ndjekur nga klapa katrore dhe specifikoni numrin e elementeve që duhet të ruaj. Vargu një dimensional deklarohet për shembull. Inta 4. Tani kemi deklaruar një variabël që mban një varg prej 4 numrave të plot. A është një varg një dimensional prej 4 antarësh që janë të tipit int? Gjatësia e vargut së deklaruar nuk mund të ndryshojë gjatë ekzekutimit të programit. Variablat antarët e vargut mund të jenë të çdo tipi, int, float, shembull. Deklarimi i vargut. Me rastin e deklarimit, emri i vargut nuk duhet të përputhet me emrin e ndonjërës prej variablave. Në rast të deklarimit të pasakt, kompilatori do të lajmërojë një gabim. Ndarja e vlerës. Antarëve të vargut, vlerat u ndahen ashtu që jepen pas operatorit të shoqërimit vlerë dhënie brenda çiftit të klapave gjarpërushe të ndara me presje. Shembull, vargut një dimensional të deklaruar më parë a prej 5 antarëve duhet të shoqërohen vlerat e mëposhtme. Antarëve të vargut, vlerat u përcaktohen. Ose pa e dhënë gjatësinë e vargu. Kompajleri vetë konstaton se vargu ka 5 antar dhe pas kësaj gjatësia e vargut nuk mund të ndryshojë. Një varg gjithashtu mund të inicializohet pjesërisht. Në deklarimin 3 elementet e parë kanë vlerat 1, 5, -1 dhe kompajleri i vendos elementet e mbetur në vlerën 0. Përpjekja për qasje, ku nuk ekziston elementi i të një vargu, për shembull A-1 ose A6, mund të shkaktojë një gabim serioz, i ashtu quajturi gabim në kohën e ekzekutimit, ose gabim indeks jashtë kufive. Qasja në elementet e një vargu. Ju aksesoni një element vargu duke ju referuar numrit të indeksit brenda klapave katrore. Kjo komand i qaset vlerës së elementit të parë. Shënim. Indekset e vargjeve nisin me 0. 0 është elementi i parë. 1 është elementi i dytë e tij. Ndryshimi i një elementi të vargut. Për të ndryshuar vlerën e një elementi specifik, i referohemi numrit të indeksit. Shembull 1, deklarimi dhe inicializimit i vargut.
Shembulli 2. Tani kemi deklaruar një variabël që mban një varg prej 4 stringjesh. Inicializimi me vlerat në një listë ndar me presje, brenda klapave gjarprushe. Po ta shtypim pozicionin e parë. Shtypje e antarëve të vargut. Shtypja e një elementi të vargut bëhet duke ju referuar numrit të indeksit brenda klapave. Shtypja e antarëve të vargut pa përdotimin e ndon unaze. Secili në rresht të ri. Mënyra e tillë e shtypjes së elementeve të vargut përdoret vetëm nëse elementet të vargut kemi pa. Për lexim ose për shkrim më e përshtatshme është të përdoren unazat. Në shumicën e rasteve përdoret unaza for. Siç e shohim nga zgjidhja e detyrës pjesa code A, ENL përsërit ndërsa vetëm numri në klapat të mesme ndryshon. Vargjet dhe unazat. Antarët e vargut dallojnë sipas indeksit që ndryshon nga 0 deri në n-1, nëse n është numri i përgjithshëm i antarëve të vargut. Për të leximin ose shtypjen e antarëve të vargut më e përshtatshme është përdorimi një unaze. Ju mund të kaloni nëpër elementet e vargut me unazën for. Shembull 1. Shtypja e antarëve të vargut vetura të tipit string me përdorimin unazës for. Shembull 2. Shtypja e antarëve të vargut atë tipit int me përdorimin unazës for. Përcaktimi përmes deklarimit si konstante. Antarët e vargut mund të deklarohen si konstante, ngjashëm me atë që u shpjegua deri me tani, duke e shënuar para fjalën const. Kjo është një ide e mirë për të përdorur një emri të konstantës të quajtur madhësia e vargut, për shembull m. Shembull, përcaktimi përmes deklarimit si konstante. Përcaktimi gjatë deklarimit të tipit me pa përdorim të një konstante të emërtuar. Kujdes, në standardin C++, gjatësia e vargut duhet të jetë një konstante. Ky përkufizim i vargut nuk do të funksionojë me të gjithë kompilatorët. Inicializimi i vargut gjatë ekzekutimit të programit. Deklarimi e vargut rezervon memorien e nevojshme, por nuk inicializon vlerat fillestare të elementeve të vargut. Unaza for përdoret shpesh për të inicializuar një varg, për shembull. Programi përmes së cilit fillimisht lexohen antarët e vargut AM dhe pastaj ato shtypen në ekran. Inicializimi i vargut gjatë ekzekutimit të programit me nën programin leximi.
Vargu dy-dimensional. Një varg dy-dimensionale mund të përfytyrojmë si një tabel ose matricë, disa i quajnë edhe vargi vargjeve, me një numër të caktuar rreshtash dhe kolonash. Pozicioni i një antari brenda një vargu dy-dimensional tregohet nga dy indeksa numra të plotë. Indeksi i parë specifikon një rresht dhe i dyti kolonën. Antari i parë i vargut dy-dimensional, rreshti i parë, kolona e parë, tregohet nga indeksi 0.0. Indeksi i fundit, rreshti i fundit, kolona e fundit, numri i rreshtave -1, numri i kolonave -1. Vargu dy-dimensional deklarohet për shembull. Për vargun dy-dimensional x 2-3, indekset janë vlerat antarëve të një vargu dy-dimensional u shoqërohen vlerat ashtu që secilit antarëve rreshtit i jepen brenda një cifti të klapave gjarpërushe. Shoqërimi i vlerave. Vlerat e deklaruara më parë, int x 2-3 duhet të shoqërohen me vlerat e mëposhtme të të dhënave. Antarët e vargut dy-dimensional x 2-3, vlerat e të dhënave u shoqërohen kështu. Shembull, duhet dhënë antarët e vargut dy-dimensional dhe të shtypen në fond të tabelës. Shtypja duhet të duket kështu. Shembull. Nëse shembulli i mëparshëm plotësohet, që krahas vlerat e antarëve të veçantë të vargut të tregohet edhe indeksi i tyre. Inicializimi i matricës gjatë ekzekutimit të programit. Për të krijuar matricën me vlera të çfarëdoshme, të cilat shfrytëzuesi i jep përmes tastierës, shtojmë pjesën përmes së cilës e krijojmë matricën. Siç shihet, për të paraqitur indekset prej 1 e jo prej 0, pra, anje i njëjtësi në matematikë në unazat për krijimin e matricës, kemi rritur vlerat e i-s dhe i-s për 1, i+1 dhe e+1. Manipulimi për punimi i vargjeve. Çfarë operacionesh mund të kryejmë në vargje? Varet nga tipi i vargut. Ne kemi diskutuar tashmë disa prej tyre në shembujt e mëparshëm, dhe në shembujt në vazhdim do të mësojmë për operacione më të rëndësishme në vargje. Kopimi i vargjeve. Ndonjëherë është e nevojshme të kopjoni një varg në tjetrin. Kjo mund të bëhet hap pas hapi, për shembull. Kur komanda ekzekutohet, të gjitha vlerat e elementeve të vargun A do të kopjohen në vargun B. Vlerat e mëparshme të vargut përfshihen. Është e qartë se këto dy vargje janë identike. Prandaj, kopimi mund të bëhet lehtësisht duke kryer vetëm një veprim bëbarazi. Me r. Krahasimi i vargjeve. Nëse dy vargje janë të njëjtit lloj dhe kanë të njëjtin numër elementësh, ato mund të krahasohen drejt për drejt duke përdorur operatorët relacional barazi dhe jo barazi, do me thënë. Operacione të tjera krahasimi. Mund të aplikohen në cikle, që do të thotë kur krahasohen në mënyrë të njëpasnjëshme elementet përkatëse, për shembull. Llogaritjet numerike. Veprimet aritmetike mund të kryhen në vargje të numrave të plotë dhe real. Është lehtë të llogaritet, për shembull, shuma e elementeve të një vargu, shuma e të gjitha rreshtave dhe kolonave të një matrice ose individuale, ose shuma, diferenca dhe prodhimi i dy matricave e. Shpesh llogariten madhësitë ndryshme statistikore, si pritjet matematikore ose devijimet standarde, vlerat mesatare, korelacionet, etc. Shkruani programin që llogarit shumën e antarëve të matricës tipit int me m rreshta dhe n shtylla.
Përpunimi i çdo vargu zakonisht përfshin përdorimin e një unaze, i cili kalon përmes vargut element për element, dhe shembulli i mëposhtëm tregon një funksion që llogarit mesataren aritmetike të një vargu. Për shembull, funksioni mesatarja nga më sipër mund të shkruhet në një mënyrë më të mirë. Dhe, nëse vendoset të mos fiksohet dimensioni i vargut në ndonjë vlerë konstante, por të shtohet një parametër tjetër, do me thanë. Antarët e vargut të dhënë A, E mund të radhiten sipas madhësisë, në n-1 hapa, kështu. Në çdo hap të ndërmarrë fiksohet vlera numerike e një antari të vektorit, kurse ngelin të pandryshuara vlerat numerike të antarëve që janë fiksuar në hapat parapra. Gjatë krahasimit të dy antarëve, për ndërimin e vendeve të tyre shfrytëzohet një variabël ndihmëse, duke pasur parasysh radhën e cila është treguar në fig, ku B është variabla ndihmëse, kurse AI dhe AI janë antarët, vlerat e të cilëve i ndërrojnë vendet mes vete. Radhitja sipas madhësisë e vlerave numerike të antarëve të vargut A, E, prej vlerës më të vogël. Shembull, sortimi i antarëve të vargut rritës. Shembull, sortimi i antarëve të vektorit gjatë ekzekutimit të programi me nën program.